sot të përgatisim tavë kosi me pul. Për këtë tavë na nevojitet, pra një pul e kemi zi paraprakisht, na nevojitet kos, 3 vezë, hudra, ujin që e kemi zi pulën, gjys litre, 500 ml, na nevojitet melmesa dhe miell. Tash në vazhdim do ta shihni procesin se si do ta përgatisim tavën e kosit me pul. Na vjen pra disa thelba hudër, por mundeni edhe ma shumë ose ma pak, sipas dëshirës juaj. Kosin. Pra kosi, vezët, hudrat, i përzim. Tash vazhdojmë me procedurën tjetër. Vetëm pak pulën. Dhe fillojmë me pulën në përbim. Pra si që thash, nuk do të forgojmë shumë, vetëm pak sa të skuqet. Tash vazhdojmë në vaj, 3 lugë miell hajës, i djegim me vaj. E kemi ndez në temperaturë 200 gradë. Tash ja shtojmë edhe lëngun e pulës. Tash vazhdojmë, ja shtojmë përbërjen që e patëm përgatit më herët me vezë, kos dhe hudra. Dhe i zihem së bashku. Po ashtu dhe melmesa do t'ja shtojmë këtu, por do t'a provojmë paraprakisht sepse lëngu i pulës ka pas krip. Shtojmë vetëm po që ka nevojë. Provojmë pak.
shtojmë edhe pak veget. Biber të ziva. Të shihet mirë. Dhe tash gatshme, ndosim pulës për mi. Tash e mbulum pulën. Tash është e gatshme për me e fut në furr. Siç e ceka pra në temperaturë 200 gradë, rreth 20 minuta. Dhe tava është e gatshme, hala pa i në furr, po i vjen aromë shumë e mirë. Vazhdo. Kanë kaluar 20 minuta dhe tash tava është e gatshme. Kjo ishte pra receta e tavës kosit me pulë. E shpejt e thjesht, por shumë e mirë. Siç po shihni, po duket për mrekulli. Ju kisha preferu ta provoni, sepse ja vlen. Shije perfekte, e mrekullueshme. Nëse ju pëlqejnë recetat e mia, abonohuni në kanalin tim në YouTube, Kuzhina Jon e Shishme. Nëse ju pëlqejnë recetat e mia, abonohuni në kanalin tim në YouTube, Kuzhina Jon e Shishme. Nëse ju pëlqejnë recetat e mia, abonohuni në kanalin tim në YouTube, Kuzhina